Allah është shpërbleft të për ligjeratën, në kanë ardhur disa pyetje. Pyetja e parë thotë Selamu alejkum. Çfarë shpërblimi merr tek Allahu ai që financon dhe përkrah një talebe në kërkimin e dijes islame, Allahu ju shpërbleft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga argumentet e përgjithshme, ai i cili financon një student, këtë rast student kërkues i diturisë fetare, e ka krejt shpërblimin e atina që e ka ky derisa të vepron veprimet e veta. Në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend agjërimin edhe iftarin. Kushdo që i jep iftar një agjëruesi, e ka shpërblimin sa e ka ai për agjërimin e vet. Pa ju mungu këtina shpërblimi kur gjë. Hadithin e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ad-dal ila al-khairi ka fa'ilihi", ai që çon për më bë një e mirë, është e njëjtë sikur e ka shpërblimin e njëjtë sikur ai që ka bën që të mirë. Do thonë, kushdo që udhëzon, drejton, kontribon për më ndodh një e mirë, dhe ky që të mirë nuk e realizon dikush tjetër, shpërblimin e ka te Allahu subhanahu wa taala barabar me atë i cili e ka realizuar. Në disa hadithe të tjera, madje ata të cilët udhëzojnë për të punë të mira janë edhe më të ngritur te Allahu subhanahu wa taala se ata të cilët i veprojnë ato vepra. Dhe me gjithashtu i kanë kuptuar këto argumente më mirë ata të cilët nuk janë besimtarë se ata të cilët janë besimtarë. Nëse njerëzit të cilët i udhëzojnë njerëzit e tjerë me i bë vepra të mira, ta nuk mund mi bë vepra të mira, i bojnë ata të cilët janë udhëzuar. Por shpërblimi u takon barabar atyre të cilët i kanë udhëzuar. Edhe të çështja e studentit, të çështja e talebës, kushdo që ka mundësi me ndihmu dikën i cili mëson dituri, çkado që merrej prej diturisë dhe kontribon pastaj me atë dituri, shpresojmë te Allahu subhanahu wa taala se shpërblimin e ka të njëjtë me atë i cilin të armën bëhet një hoxha, një dietar, çkado që bëhet, e kanë shpërblimin barabart pa ju munguar këtij. Wallahu a'lam.